Përshëndetje sërish, në episodin e 4 të podcastit të FFK-s do të flasim me një njeri shumë të veçantë të futbollit të Kosovës. Me që është episodi 4, do të flasim me njerin që ka fituar 4 herë titullin e kampionit të ne dhe që ka shkruar edhe histori të tjera të futbollit të Kosovës, duke qenë i pari që ka përfaqësuar Kosovën dhe futbollin kosovar në raundin e parë të Ligës së Kampionëve, pastaj edhe në raundin e dytë dhe tashmë është edhe pjesë e fazës së ligës në Conference League. Besoj që nga kjo hyrje u kuptua që fjala është për trajnerin e dritës, zotërin Zekria Ramadani. Zotëri Ramadani, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Nëse nisa kështu me këto arritjet që janë ma të veçanta në futboll të Kosovës, këtu për këtu po më vjen ideja me të pyet, cila për ty është konsiderohet si arritje më e madhe? 4 tituj, fakti që ke qenë i pari që ke udhëzuar një skuadër kosovare në Champions League, apo fakti që ke qenë i pari që ka kaluar në raund në Champions League? Secili sukses e ka vlerën e vet dhe për mu kanë një vend posaçëm në karrierën time, por gjithsesi deri më tani kjo faza e grupeve të Conference Ligës jep më ndryshe se e shoh veten me një grup me shumë trajnera të njohur evropian. Por thash, secili ka vlerën. Këto s'ke qenë i pari, më thash për aty në qenë ato po, sakt, po të unë për veten kjo është era e parë që marr pjesë në grupe dhe për atë mund ta veçoj pak më tepër. Kurse kjo sa i përket që kam qenë trajneri i parë me ekipën e parë kosovare që kemi marrë pjesë në Champions League 389, ndoshta tani nuk është edhe shumë si them me një famë të madhe, por ndoshta pas 50 viteve mund të jetë edhe një pyetje për 1 milion euro, se kush ka qenë trajneri i parë. Por që u bëri i pari që e kaloi fazën e grup e parë në fakt, sepse 8 vite provuam dhe nuk e kaluam dot fazën e parë të kualifikimeve të Champions League-s derisa e bëra ti këtë vit. Si duket është e shkruar që unë të bëj ato hapat e para. Me shaka e them, kjo vjen nga kvaliteti i ekipit, nga organizimi i ekipit, nga puna e serioze, nga puna me disiplinë të lartë, dhe unë jam i bindur që meritojmë të kalojmë në raundin e dytë të Champions League-s. Gjithçka varet edhe nga kvaliteti, por edhe nga fati, se ne e dinim që në raundin e parë do jemi në vazën e favoritave dhe kjo na favorizoi shumë. Por pasaj nuk ishte çështje fati, pasaj ishte edhe puna kvalitative, kvaliteti i futbollistëve, loja e treguar dhe normal ne me 2 fitore arritëm të kalojmë në raundin e dytë. Me që jemi në prag të ndeshjes së dytë në kuadër të Conference League-s kundër Omonias, le të flasim tash për këtë pjesën e futbollit ndërkombëtar, më pas do të flasim edhe për ligën edhe për karrierën personale tënde, qoftë pak si lojtar, qoftë pak si trajner. Një kundërshtar shumë i fortë si Omonia, që është aktualisht në formë të mirë edhe në ligën e Çipros. Çfarë mund të presin adhuruesit e dritës, por edhe në përgjithësi, sepse vëmendja e tërë Kosovës do të jetë te kjo ndeshje, në përgjithësi adhuruesit e futbollit kosovar nga përballja nesër me kundër një kundërshtari goxha të fortë si Omonia? Shive, nëse e marrim shumë mirë e bore pyetjen se tha një ekip shumë e fortë. Nëse ne marrim futbollin kombëtar të Çipros, domethënë çdo reprezentacion mund ta fitojë dhe e kanë fituar. Mirë, po kur e marrim në aspektin ekipor, Çipro ka një skuadër në ligën e kampionëve shumë e fortë, se për shkak që vetëm një vendas është, një futbollist vendas në Omonia. Të gjithë janë të huaj, trajneri është i huaj, është një skuadër mjaft norvegjez, ish futbollisti i Bayernit. Në mrena skuadrës ka futbollistë që kanë qenë edhe në kampionate evropiane, në kampionate botërore. Domethënë bëhet fjalë për një super ekip ku ne arritëm të shohim 2 ndeshje kemi pa deri më tani, për shkak që erdhi dita nesër kemi ndeshjen me Omonin. Kemi bërë 2 ndeshje analizë dhe kemi pa që edhe në ndeshjen kundër Majcit, edhe pse kanë humbur 1-0, Mainz shënon nga pika e bardhë, nga pika e penaltis, mirë po kanë qenë në shumë situata 5-3, 4-2 ekipi Omonias, por nuk ka arritur të shënoj. Bëhet fjalë një super skuadër, mirë po, nëse ne e kemi përgatitur ndeshjen ashtu siç kemi menduar, normal duke marrë mësim edhe nga kombëtarja e Kosovës, ku nuk duhet luajmë barabart me ekipet kundërshtare, po ne dim se deri ku mundemi
Para duhet jemi shumë të përqendruar në fazën defansive dhe të mundohemi me kundërsulme, ku kemi futbollistë mjaft të shpejt, me kundërsulme nëse arrim të shënojmë gol, pastaj edhe mbështetja e tifozëve, intelektualëve do jetë shumë e domosdoshme për neve për të na ndihmuar dhe të arrijmë një rezultat pozitiv, ndoshta do ishte edhe fitoria e parë për neve në grupe. Të shpresojmë do të jetë arritje shumë e madhe, sidomos ndaj një kundërshtari as të fortë. E the që do të luani futboll më të kujdesshëm, le të themi, më taktik në një vend si Kosova ku puna taktike, sidomos gjatë formimit të futbollistëve, nuk është prej më të mirave, le të jemi të sinqertë. Sa është e vështirë për një trajner që më pas në nivel senior të kërkojë detyra specifike taktike nga futbollistët që në formim të tyre nuk janë edukuar në mënyrën më të mirë të mundshme taktike. Sa është vështirë që të marrësh maksimumin në aspekt taktik, po flasim nga ata lojtar, edhe si rrjedhojë saj më pas edhe rezultat ekipor. Para se tim të taktika mund të flas pak edhe për çështjen teknike, se jemi njohur si teknikisht në mënyrë që jena më të mirë. Mendojna po që jemi shumë më të mirë. Deri më tani në Evropë, secila skuadër kam pa që kanë një nivel të lartë teknike. Ndoshta në të kaluarën ne kemi qenë të njohur teknikisht mirë, po tani çdo vend na ka kaluar duke pas infrastrukturë të mirë, duke luajtur shpejt. Ne teknikisht jemi shumë mirë nëse ritmi është shumë i ulët dhe ne bëjmë si futbollist bën nga 4-5 kontakte me tash me bën 4-5 kontakte në futboll në Evropë. Nuk të lejon askush. Nëse bën 4-5 kontakte, domethënë 100% je i bllokuar me 3 futbollistë kundërshtar dhe në atë moment mund ta humbish topin dhe të pranosh gol. A mund të ndërprej këtu veç pak me ta bëni pyetje. Cruyff më duket e ka thënë që teknikë e mirë nuk është me zhonglu dhe me driblu, po është me pasu topin në këmbën e preferuar të bashkëlojtarit me shpejtësinë e duhur. A i kena ngatruar pak këto le të themi interpretime të teknikës të mirë, dhe është kjo ajo në cilën ne çalojmë? 1,000,000%. 1,000,000% është edhe kjo thënie e Cruyffit, kur pranimi i mirë dhe pasimi i mirë është gjysmë goli. Domethënë pranimi i mirë dhe pasimi i mirë. Tjetra është futbolli më i mirë është futbolli i thjeshtë. Ne nuk dim të luajmë thjesht me pranim, pasim dhe lëvizje. Ne duhet të bëjmë 4-5 takime për të luajtur futboll. Mos sa zgjatim shumë për punën teknike, sa i përket punës taktike, kur vinë në ekip parë futbollistët e rinj, me të vërtetë supozohet janë të gatshëm. Po janë shumë larg, supozohet po janë shumë larg. Është shumë e vështirë për të fut në sistemin taktik, se në sistem taktik baza është disiplina taktike. Ndodh 20-40 sekonda nuk pranon top, ai e lën vendin dhe niset nga mbrojtja për ta marrë topin. Pastaj merr topin ja kthen mbrojtje. Që ka marrë, po. Ajo është puna e disiplinës. Nuk kanë shumë disiplinë, nuk kanë shumë durim, lëshojmë vendin. Po mundohemi edhe me punë, por mundohemi edhe me analiza, me video analiza, duke i treguar se ti rrin këtu, duhesh presësh, duhesh të kesh durim, po kur të vjen topi, duhesh bësh kët. A të limiton kjo mandej në detyrat që jep lojtarëve, a të bën që të jesh më i thjesht, përderisa ndoshta në trurin tënd, mendjen tënde janë disa ide ose teori taktike më të komplikuara, por që fatkeqësisht mund të implementosh për shkak të nivelit të taktik të futbollistëve me cilët punon. Unë jam shumë këmbgulës dhe nëse keni po lojat tona, ne kemi përveç punën taktike, ne kemi transformim të sistemit në fazën ofanzive dhe fazën defanzive, që komplikon edhe më tepër punën taktike. Mirë po, thashem jam këmbgulës, jo vetëm bashkë me stafin tim, duke u munduar edhe në praktik, po edhe me video, me aspjegu futbollistit se si duhet jemi në fazën defansive dhe si duhet në fazën ofansive. Vështirësi ka shumë tepër janë, mirë po nëse ne dorëzohemi, do jetë nuk arrin qëllimin. Tjetra, ne punojmë gjatë tërë javës punë fizike, taktike, domethënë 4 elemente që duhet të ketë një serviqe, ne mundohemi në çdo serviqe të kemi. Puna teknike, puna taktike, puna fizike dhe ajo psikologjike, që të kenë motiv, të jenë të kënaqur gjatë serviqes, të ketë harmoni në grupit dhe vjen ndeshja, ndoshta 20% nga ajo që kemi punuar mund të arrijmë ta realizojmë. Gjithmonë ja përparësi fantazisë të futbollistit në fazën ofanzive me top.
Kurse në fazën defensive do të jemi strikt, të kemi shumë disiplinë, për shkak që një vonesë ose një mungesë në pozitën tonë na ndëshkon kundërshtarit, sidomos në arenën ndërkombëtare. Ndoshta në Kosovë mund të edhe të shpëtosh, mos të ndëshkon mirë, por në arenën në Conference League nuk ka mundësi të shpëtosh. Pikërisht te kjo pjesa që them, ndoshta në Kosovë desha të ndërlidhem, janë bu pothuajse 10 vite që me pauza je pjesë e futbollit të Kosovës, se kur nisem me 89-shën, pastaj për të vazhduar te Ferronikeli, Prishtina, Gjilani edhe tash te Drita, në këtë decenje ka ndryshim në çështje taktike tek skuadrat kosovare, kanë ardhur disa trajnerë nga jashtë, kryesisht nga Shqipëria, por ka pasur edhe nga vende të tjera. A kemi shënuar progres të dukshëm në çështjen taktike në lojën përgjithësi si ligë? Progres ka, por jam i bindur që do të ketë edhe progresi do të jetë më i lartë. Nuk jemi në atë nivelin e duhur, nuk kemi disiplinën e duhur. Nuk po flas për skuadra të tjera, flas edhe vetëm për skuadrën time ose skuadrat e mia ku kam qenë unë si trajner, nga Trepça 89 tek Ferronikeli, Prishtina, Gjilani, gjysma ligës, po. 5. Edhe ka progres, nuk duhet të jemi skeptik. Progresin më të madh ndoshta në rajone ka bërë Kosova. Nga 2017 ajo skuadër që kemi dalë në kampion me Trepça 89, tani me këtë skuadër që kam të Drita, është diferenca shumë e madhe. Por unë mendoj që gjithë kolegët e mi, edhe unë, kemi mundësi për të bërë më tepër për ta përgatitur ekipin më mirë, nëse ne nuk e vlerësojmë Superligën e Kosovës, duke thënë se këtu s'ka disiplinë, s'ka taktik, s'ka teknik, edhe del luan, edhe vjen nesër në Evropë mund të pësojsh keq, mund të pranojsh 5-6 gola, 7 gola, se ke përgatitur ekipën me kohë. Nuk mund ta përgatisësh ekipën vetëm për 4-5. Asnjëherë, nuk mundet. Nga dita e parë në fazën përgatitore, ti fillon duke përgatitur ekipën për Superligën, për çështje serioze, për punën taktike, për punën teknike, për punën psikologjike tek futbollistët. Pastaj vjen Evropa në fillim. Mirë, po ne nuk e përgatitim ekipën vetëm për Evropë, por e përgatitim që edhe në Super League ekipi të jetë shumë e fokusuar për dhënë maksimumin dhe normal për të arritur suksesin. U devijua pak mohabeti sepse në fillim kisha parashikuar të flasim për Conference League-ën, edhe jo vetëm për ndeshjen e Omonias, por në përgjithësi edhe për kundërshtarët. Është shumë ndryshe se nuk e vetëm me një temë, po futesh zanohet mohabeti. Le të flasim për Conference League-ën. Drita u mësu që pothuajse çdo përfaqësim në Evropë me luajtë me kundërshtar të nivelit goxha të fortë. Normalisht kur janë në fazën finale të një gare si Conference League, kundërshtar të lehtë nuk ka, por janë Rayo Vallecano, pastaj Alkmaari. Kë do ta veçoje si kundërshtarin me nivelin më të lartë me cilin do të përballeni këtë vit? Vallecano apo Alkmaari? Besoj që Alkmaari nuk e kam pasur ndeshje. Halo, po i merr ndeshje pas ndeshje. Po duke përcjell se nuk i përcjell dhe ligën e holandeze, më shumë përcjellet normal liga spanjolle. Weekend e mujti Ajaxin 2-0. Po e pa në Amsterdam. Po 0-2, si vetëm rezultatin e kam pa. Mirë, po Rayo Vallecano kam pa me Barcelonën, domethënë ai agresiviteti i tyre, ajo forca e tyre, kam pa me Shkëndijën, e kam pa ndeshjen. Me të vërtet bëhet fjalë për një skuadër shumë agresive, me presion shumë të lartë. E tani shpresojmë që ato ta kenë siguruar vendin. Deri në fund e 6 është me Vallecano, na? Po, në gjirë e fundit është me 18 dhjetor. Dhe ndoshta na vlerësojmë pak. Kjo është do ishte arma jonë më e fortë. Por përmendë Shkëndijën, unë mendoj që ajo është skuadra më e fortë. E përmendë Shkëndijën, do të luani edhe kundër Shkëndijës. Çfarë ndjenje do të jetë për ty je shqiptar që vjen nga Maqedonia, ndonse nga më shumë i përqendruar te rivalët e Shkëndijës, atje te Shkupi, por çfarë ndjenje është për ty të luash kundër një skuadre shqiptare nga Maqedonia, edhe në aspektin profesional të futbollit, pa i nënçmuar Shkëndijën, por ato të jetë ky rasti më i mirë për Dritën për të marrë pikë të plota mbase në këtë garë shumë të fortë dhe tashpër. Unë jam i bindur se shpresojmë ne të arrijmë fitore kundër Shkëndijës, dhe Shkëndija pret me padurim të luajë me Dritën dhe shpreson në fitore. Do të jetë një ndeshje e veçantë, duke marrë parasysh edhe derbin shqiptar, po duke marrë parasysh edhe datën kur do zhvillohet me 27 nëntor, në prak 28 nëntorit. Unë jam i bindur që do jetë një fest e madhe si në tribunë,
por në fush nuk do kemi fesë, do kemi luftë sportive për të arritur objektivin, për shumë gjëra. Është ajo para financiare, pastaj koeficientin në Evropë, pikat e marra gjithmonë të rrisin kvalitetin. Për shumë arsye tjera ne duhet të japim maksimumin për të arritur fitoren, dhe është e mirë që luhet në Prishtinë, në Shkup do ishte shumë më e vështirë. Nuk kam asnjë fjalë nënçmuese ose në vlerësim ndaj Shkëndijës, ka bërë paraqitje të jashtëzakonshme në arenën ndërkombëtare, po edhe në kampionatin Maqedonas e Maqedonisë së Veriut. Unë mendoj që edhe këtë vit Shkëndija me kvalitetin që ka mund dale prapë kampion. Por deri në atë kohë ne kemi shumë ndeshje tjera, thjesht do jetë një festë në tribunë, por në fushë janë 22 gladiatorë që e dojnë fitoren me patjetër. Trener, me sa e di kontrata aktuale me Dritën ka akoma kohë për të mbaruar, që do të thotë se nëse nuk ndodhi diçka jashtëzakonshme do të vazhdosh të jesh trajneri i Dritës. Akoma është zhvilluar vetëm një ndeshje deri tash në Conference League, por me çfarë mësime mendon që Drita do të dalë pas këtij edicionit të Conference Ligës në futboll, sa i përket anës së futbollit, por edhe në përgjithësi cikli rreth organizimit, përparimit, rritjes së nivelit në përgjithësi që nuk është se ka ndodhur shumë me klube tjera në futbollin kosovar. Çfarë mund të jap Conference Liga Dritës për tutje, jo vetëm për këtë sezon? Pyetje që duhet shumë një përgjigje me vend. E para nisem nga vetvetja, më jep një eksperiencë e jashtëzakonshme, thash jam me një grup me shumë trajnerë të njohur në Conference League. Siç e dini, është vetëm një tabel, nuk është si herëve tjera. Nuk është me grupe. Po, tani është vetëm një grup. E dyta, nëse ekipi jon, pronarët e klubit dhe kryesia e klubit nuk kanë marrë mësim nga gabimet e skuadrave tjera që kanë qenë në grupe dhe nuk ndërton një bazë për stërvitje, nuk ndërton një bazë për ta pas ekipin afër dhe për ta grumbulluar ekipin, për të pas një nivel më të lartë të stërvitjeve, një ritëm më të lartë të stërvitjeve, do kemi gjithmonë probleme në Evropë. Nëse arrijnë këto, tani thamë edhe ato gjërat pozitive se kanë fillu me i punu këto. Duke qenë brenda apo shet që ka reflektim me një. Shoh që çdo ditë punohet në akademin ku e kemi, të bëhet edhe një fushë me bari natyral për kushte më të mira për ekipin e parë. Jam i bindur që ajo, përveç që mund të siguroj titullin kampion, ajo fushë, ajo basë, mund të siguroj grupe në vitet e ardhshme. Po ajo që është më e mirë është në prodhimin e lojtarëve të ri, ku do kenë mundësi për të stërvit, mundësi për të bërë punë më tepër se vetëm kohën e stërvitjes dhe mundësi për qenë një nivel më i lartë ekipi i Dritës, ku jam i bindur me një bazë ashtu si e quajmë ne bazë, një shtëpi të vete, dhe shumë ndryshe edhe në kampionat po edhe në arenën ndërkombëtare. Janë duke punuar, ka filluar përpjekjes, shpresoj që sa më shpejt ndërtohet ajo bazë që është folur dhe jam i bindur pasaj që do ketë, pa më parasysh jam unë, është tjetër trajner, futbollistët e ri të Dritës mund të kenë shumë mundësi dhe futbollistët që do vinë tek Drita do kenë shumë mundësi të ndihen profesionistë me një shkallë më të lartë. Kur po thu futbollistët e ri, po mendon ata që janë për grup mosha apo ta në ekipar, se në ekipar s'është që keni fort tri? Jo, edhe në grup mosha, se kur të kesh bazën, kur të kesh shtëpinë tënde me kushte optimale për të stërvitur, ata që kanë talent mund të stërviten më tepër sa vetëm orarin e stërvitjes me trajnerin. Vetëm ashtu mund të bëhesh dhe do kenë mundësi më të mirë kur të vinë në ekipin e parë. Nëse tani vinë në ekipin e parë me shumë mungesa taktike, teknike, atëherë janë shumë më afër ekipit të parë dhe shumë më lehtë kanë për të kapur formacionin. Me që po flasim edhe pak për Conference Ligën, kinë dispozicioni grup lojtarëve që spaku në nivelin ton, por edhe disa prej atyre që kanë ardhur nga jashtë kanë goxha shumë përvojë, nuk janë bashkëdjem 3. Sa të ndihmon kjo që përkundër atyre mangësive taktike në përgjithësi që në futbollin e Kosovës, sa të ndihmon kjo me implementu idetë tua si trajner në këto ndeshje në Conference League? Ndihmon shumë shkak eksperiencës. Po, eksperiencë lojtar kanë edhe nëse jo shumë eksperiencë, një. E dyta, me
80% të futbollistëve ndoshta është skuadra e tretë që jemi bashkë. Edhe më njohin ADN-n edhe ato, po edhe unë e njoh mirë. Domethënë unë në fytyrë mund ta vërej a është në disponim apo nuk është në disponim. Besnik Krasniqi, Rombroja, Almira Izera, Albert Dabiçaj, që nga Ronin e ke pas në 89 Shëndrit, Dabiçajin e ke pas edhe në Shkup. Po. Ronin e ke pas edhe në Shkup më herët. Dabiçajin në Feronikël, në Gjilan edhe në Drit. Domethënë Besnikin Flamurtar, në Prishtinë edhe në Drit. Domethënë Fatonin Feronikël edhe në Drit. Tani mos fut emër për secilin, por shumë futbollist që kemi punuar më gjatë dhe njihemi shumë mirë. Dhe ato e dinë që çfarë karakteri kam, më njohin shumë mirë dhe normal. Unë jam ai trajner që gjithmonë jam mbështetur tek kvaliteti i futbollistëve. Unë nuk mund t'i bëj ata futbollistë me përmirësu tash. Unë nuk mund t'i mësoj Besnik Krasniqin, Rombrojën, Albert Dabiçajin si t'luajnë, por mund t'ju jap disa pika të rëndësishme, mund t'ju jap në fazën defanzive si mund vendosemi, por ato kanë kvalitet të mjaftueshëm dhe ato gjithmonë mund të mbajnë mua një trener dhe më të suksesshëm se që jam tani. Cilin prej tyre e veçan pak më shumë? E di që nuk është me i veçu futbollistët, ke thonë për Ronin që është Rodri i Dritës, po ndërkohë shohim Dabiçajin që shënon goxha shumë gola, Paton Maljoku që ndoshta si Valverde Realit. Paton Maljoku që ndoshta në Pleqni e ka marrë formën më të mirë jetësore, Besniku që jep shumë asista, shënon disa gola të rëndësishëm. Cilin prej individëve që e ke në grup e dallon më shumë? Në përmesim plakun futboll nuk ka. Edhe që edhe bashkëlulë trenis nuk është, i ka bërë 34-5 gati. Eksperiencë dhe për momentin nga këto 9 xhirot që kemi zhvilluar në Super League, po e lëonesh Evropën, ka pas paraqitje të jashtëzakonshme në Evropë, mirë po në 9 xhirot Super League unë mendoj që 6 ose 7 xhiro ka gjenë futbollisti i ndeshjes. Nesër Foda po vjen me po. Ai gjithmonë na ka sjell fat neve selektori. Nesër prapë sa di. Shpresoj që të na sjell prapë fat nesër dhe të arrijmë fitore. Nuk mund ta veçoj asnjë. Secili ka vlerën e vet, është i domosdoshëm për skuadrën, por gjithmonë këto analizat që kemi bërë për Rodrin e Dritës, po me të vërtetë kur ka munguar Roni nuk ka qenë as Besniku në nivelin e duhur, as Dabiçaj, as futbollistë të tjerë. Që do të ka mungu një pjesë e rëndësishme e ati puzzle që e keni ndërtuar. Nuk kam dashta pranë, gjithmonë ju thon djem ne nuk kemi nevojë me u varr prej një lojtari. Po varremi nga një futbollist mirë, po rezultatet kanë folë ndryshe. Them fillim që nga kjo pjesëmarrje në Conference League, kryesia e klubit është dashur të mësoj edhe të mos i ndodhin gabimet e klubeve tjera. Jo me të kritikuar që mos po të ndodhin ty pa gabimet e Ballkanit viteve të kaluara me rezultate në fillim të kampionatit? A ke prit me pas vështirësi, le të themi, vështirësi po, fillim? Po, vështirësi po jo në kështu siç kemi bërë në rrethin e parë, në këto 9 xhirot kemi 3 humbje, domethënë ne. Po për ato po flas. Ne kampionatin me 3 humbje vitin e kaluar, 4 rëzisa kemi pas. Saktë se di valla. Se di saktë. Mirë, po e di që 6, po nuk jam shumë nuk jam shumë i sigurt. Nuk jam shumë i sigurt. Nëse marrim, jo, mirë, përgjithësi, mirë, po tash kthehemi te ndeshjet si vendas në Gjilan, vitin e kaluar kemi pas 16 fitore, 1 barazim, 1 humbje. Domethënë po është një sukses shumë i lartë. Që e ka bërë dallimin në luftë. Mirë, po dallimin kryesor e ka bërë në duelet direkte. Ne kur xhiron që shpallëm kampion kemi qenë 9 pikë larg Ballkanit me 3 fitore ndaj Ballkanit dhe 1 barazim. Në 3 fitore se ndeshjen e ardhshme kemi zhvilluar në Suareg. Mirë, po kemi prit vështirësi, po jo në këtë mas. Ka ndikuar shumë gjëra. Ritmi i lojëve? E para, jo, ritmi i lojëve ka ndikuar, po ka ndikuar edhe në aspektin pozitiv se ne duhet të jemi më në formë se skuadrat tjera kosovare, se kemi zhvilluar më shumë ndeshje. Ka ndikuar edhe në aspektin psikologjik, ndoshta komoditeti pak. Komoditeti, mendum që arritëm gjithçka që mund të arrihet. Por kur erdhi ndeshja me kupsin e pam që s'ka ndonjë emocion të veçantë. Jashtëzakonshëm. Për zotin, është thjesht ka ardhur ndeshja e radhës në Evropë dhe duhet të luhet. Dhe nga ajo ndeshje, nëse i merrni analizat po pastaj ka qenë nga ajo ndeshje,
ekipi ka reflektu shumë më ndryshe në fushë sa edhe pse jemi mundu edhe unë edhe drejtuesit me u folë edhe futbollistëve që ne duhet në primare kemi kampionatin tani, në arrit qëllimi kryesor për grupet në Conference League, tani primare është objektiv kryesor është kampionati, por ndikojnë ato, ndikon lodhja, hera e parë që ka gjatë jemi në skenën evropiane. Do të tash rikmi ndeshjeve sepse është një ngarkesë që ka qenë gjatë verës, pushimi ka qenë pak më i shkurtër, apo? 8 ditë. Për ato krejt ndikojnë mirë, po unë mendoj që baza ka qenë puna psikologjike. Le të flasim pak për kampionatin. Jo të na gjithë kanë botë thuhet se është më vështirë me rifitu titullin se me fitu herën e parë. A e pret një problem të tillë? 8 pikë mbrapa Prishtinës pas vetë 9 xhirosh. Shefen si futbollist 3 herë kam dalë kampion radhësi. Dhe unë e di sa e vështirë është për ta mbrojtur titullin si futbollist. Si trajner është edhe 5 herë më e vështirë. Ne në bazë analizave që kemi bërë, ne kemi ditë që nuk mund të jemi në top form, shkak lodhja, ambientin që ndryshojmë gjatë tërkohës, çdo javë udhton në për klima të ndryshme. Tjetra nuk kemi pas asnjë ndeshje komplet ekipin. Kemi pas dëmtime, kemi pas ndonjë virus që s'ka qenë futbollisti i gatshëm për të dhënë maksimumin. Dhe ne si staf teknik, normal me drejtorin sportiv që kemi gjithmonë afër vetës, e kemi bërë nëse ne jemi 4-5 pikë mbrapa liderit në sinorin vjeshtor, unë jam i bindur që ne dalim kampion. Okay. Jam i bindur, se në pranverë kemi ndeshje të barabarta. Mirë po tani në sinorin vjeshtor, ne kemi... pastaj, deri në 18... Pak pesimiste po t'inglon kjo në pranverë kemi ndeshje të barabarta. Se grupet, po edhe nëse kalemi në vetëm 2 ndeshje, pastaj ndeshje me vështirë. Duhet të jemi real. Nëse ne arrim të jemi 4-5 pikë larg liderit, kur kam dalë me Prishtinën në kampion kemi qenë 9 pikë minus. Po, me dritën. Kundër dritës. Do të thonë drita ka qenë lidere, ne kemi qenë 9 pikë minus me dritën, po mendoj. E nes nduket me duel direkt i mujtët në Prishtinë u afrut me herë. Për 1-2 muaj fitum 4 herë ndeshje Superkup. Po, Superkupën fillimisht po. Me Ferroniklin kemi qenë 5 pikë larg Prishtinës. Prishtina ka qenë vend parë, ne kemi qenë vend dytë, ndokot ose tretë me 5 pikë arritëm dalim kampion. Domethënë është një si ta them, një besim i madh që më pranverë, gjithmonë pranverë me skuadra kam fitu më shumë pikë se sa në sinorin vjeshtor. Po e përmend përvojën e kaluar që është pozitive, përmirësom nëse jam gabim, mirë po është një përvojë goxha negative e jotja në klubet kosovare. Me sa më kujtohet, edhe në 89, edhe në Prishtinë, edhe në Ferronikël në sezonin pas titullit i largu. Shkarkues e largu me do t'i sqarojmë se cilën. A ka qenë kështu, je largu po. Domethënë jo, nuk po du detaje për ato. Po du me pyet për tash, a ki tut për tash? Se po e përmend pranverën, nëse kjo a ki tut që me të përsërit kjo përvojë që të largohesh në zonën e dytë pas titullit. Se di çka është tuta. Se din çka është tuta. Ja. Asnjëherë si jam tuta, as nuk tutem. Kam një karakter shumë të fortë, unë mbështetem tek puna, pastaj edhe te Zoti se kur ta shtus me nova kuptimin ma bukfalt montrën po droj. Po them kështu. Zoti nuk e lën punëtorin pa shpërbi. Nëse fillojmë nga 2017 atë 380, në shpallëm kampion dhe xhiron e tretë jam shkarku. Po të di që ka qenë xhira e tretë është tani, a kam vepru mirë, a keq, shifni rezultatin pasi jam largu unë, shifni rezultatin e. Tek Ferronikeli, unë e mbaj mend në ndeshjem kundër TNS-s dhe New Sense, Walesit. 0-1 këtu, a? 0-1, atje 2-2 dhe shpresat ishin shumë më loja, po, e di, më kujtohet. Edhe erdhe presidenti atëherë që më tha, nga sot unë vendosi kush luan edhe kush do futet e kush nuk do futet. Në Seramaj. Ishim në Emerald. Edhe aty unë ndërpreva nuk e fillova fare kampionatin, asnjë xhiro. Ndërprejmë bashkëpunimin se edhe isha pa kontratë. Erdhte Prishtina në xhiron e 11, ndukot ishim 7 pikë larg. Deri në atë kohë ishte shumë mirë, kemi pas minus
5 rroga, 6 rroga, ishin prap jo probleme, shumë reflektim rezultate. u pagua, jo, ne dolëm kampion me ato probleme. Edhe erdhe shtatori, na vjen administratori i klubit na thot nderin maj nuk ka lek. Në atë shpresë kishim dalim kampion, arritëm deri në xhiron e tretë Conference Ligës dhe pastaj vjen deri në maj nuk ka lek. Si ti motivoj, unë vim nga një vit shumë i lodhur, edhe tani si ti motivoj ekipën kur s'munsh ata motivoj as vetveten. Tani te drita, ne jemi në rrugën e dur. Këto ta thash pak me shakase nëse ka një klub në Kosovë që ka, nëse ka një klub në Kosovë që ka konsistencë dhe durim, është tregu që ka qenë drita. Por ndonjëherë edhe këtyre mund t'ju mbarojë durimi. Por me rezultatet e deri tanishme s'po duket se po ju jap arsye. Pavarësisht se keni ngec pak mbrapa në kampionat. Kemi ngec mbrapa, po thash nga ajo ndeshje me Kupsin, ekipi ka reflektuar shumë ndryshe. Presidentat ose pronarët e klubit të gjithë janë pothuajse të njëjtë, ato dojnë gjithmonë suksese, duan paratë, nëse ti arrin të sigurosh 3 milion, 4 milion, ato dojnë edhe 30-40 milion, është normale në futboll. Ne japim maksimumin aty ku na takon, ato janë që vendosin edhe kanë fjalën e fundit, por jam profesionist, nuk turprohem nëse më shkarkojnë, as nuk më vjen rënd nëse shoh që unë jam pengesë e rezultateve e ekipit për të spore, nuk e shoh ndonjë gjë që më largu vetë. Pra thjesht besimi në titull të kampionit mbetet i palikundur siç ka qenë mbas në fillim të sezonit. Sakt, shumë sakt. Kam besim të jashtëzakonshëm te ekipi, duhet ta dim të gjithë. Edhe unë e di, po edhe tjerë duhet ta dinë që ekipi tani që kemi është më i fortë se vitin e kaluar. Si po do këtë liga në përgjithësi, apo të befason Prishtina për të mirë, apo të befason dikush për të keq, edhe kush është rivali kryesor për titull? Është pak e rëndë bëjmë analizat e ekipeve kundërshtare. Generale po flasim pa. Generale, ajo që ka befasu çdo vit është llapi. Më thonë edhe këtë vit e filloi shumë keq. Tani e ka marrë pak vetën. Prishtina është Prishtina. Prishtina mund t'i bëjë 10 fitore rraze dhe në fund mund mos dalë kampion. Pse? Mund, ashtu është një farë, si me thonë, se kam qenë aty e di si është. Ne arritëm 18 ndeshje. Në fillim kemi pas shumë vështirësi, pastaj arritëm 18 ndeshje pa humbje. Po në fillim kemi qenë shumë keq, po edhe dënëm kampion. Pas asaj. Për atë e tham, edhe atje nuk dua të futem në detaje, por ndoshta menaxhimi është pak më i vështirë atje. Janë disa gjëra, presionin Prishtinë është gjithmonë më i madh. Po janë edhe disa gjëra brenda që nuk duhet të folë. Kurse ekipet tjera, Ballkani është normal favorit e kemi rival direkt për titull Prishtinën, Dugagjini për momentin është në tabelën edhe luan futboll të bukur. Janë Gjilani ka super ekip, tani me trajner të ri mund të jetë edhe ajo ekip shumë serioze për kreun e tabelë, po ne gjithmonë mbështetemi te vetja, i respektojmë kundërshtarët, mirë për në fush, gjithmonë mundohem me të arrijmë objektiven. Folim për Conference League, folim për ligën tonë, le të flasim pak për karrierën tënde, qoftë si trajner, qoftë si futbollist. Nëse nisim si trajner, ke qenë trajner në 4 shtete deri tash, Maqedoni, Shqipëri, Kosovë dhe Arabi. Po flasim pak për Arabinë, se më specifike dhe dim më pak. Çfarë ndjenje ka qenë, sepse kohët fundit është bërë trend futbollin evropian, gjithë synojnë shkojnë atje edhe për shkak të çështjes financiare që është e kuptueshme si është të punosh atje. Në aspekt të profesionalizmit, financiarisht po të vjesim sa ke marrë. Jo, nuk kam qenë në ligën e parë, nuk kam qenë në Super League. Po, nivelin e dytë, Po, nivelin e dytë. Më ka befasu organizimi i ndeshjeve. Domethënë, atë organizim ne nuk e kemi tani as në Conference League. Jo liga e dytë e Arabisë, jo Superliga. Superliga në 100% është edhe në nivel më i lartë. Kam befasu kvaliteti futbollistëve vendas. Realisht kom shku me mendjen se nuk mund ata të luajnë futboll ashtu siç por disiplina, përkushtimi i tyre, për shkak që ata kanë kushtet e mira financiare, jetën e kanë fantastike, nuk janë që varur nga rroga, nga paga e futbollistit. Mirë po është përkushtum një kryesi shumë e disiplinuar, shumë me këmbë për toke, por unë si duket
fatin e keq pas kthimin nga faza përgatitore në Egjipt, u ndru presidenti dhe gjithçka mori te poshtë. Erdhi një president i ri. I presidenti kur shkova unë, ishte një mosh pak më shtyr, dikon 70 vjet, dhe një njerë intelektual, shumë i mençur, shumë i butë, shumë i urtë. Pas erdhi një president moshën 34-5 vjeçare, një djalë i pasur që takimin e parë që kemi pas me atë, ai nuk ishte Medina, se klubi ku ishte në Medine, ai ishte nga Xhide, edhe tha, unë jam ndër 20 personat në botë që kuptoj futbollin. Thash, unë jam nga vitin 1990 me futboll. Edhe se konsideroj veten as afër takimi i parë. Takimi i parë. Edhe ai prishi, filloi të ndryshoj. Mirë po, nëse flasim për futbollin, jam befasu nga kvaliteti i futbollit vendas, për kushtimi i tyre, organizimi i ndeshjeve, kanë qenë, domethënë, ti je gjatë me futboll ndërkombëtar. Referi, arbitri 4 fute në zhveshtore dhe i kontrollonte thojnë të futbollist. Sa ka ndodhur në Evropë. Në çdo ndeshje futesh në zhveshtore dhe lexon të emrin mbi emrin, secili futbollist duhet me dalë me numrin e fanelës me tregu që këtu është. Në një organizim i jashtëzakonshëm, ndoshta edhe i tepruar, po ato e dim pse bëjnë në atë nivel. Kvaliteti është shumë i lartë, të gjithë trajnerët në ligën e parë kanë qenë fortë Superligat e na. Ka skuadra që bëjnë diferencë. Nuk mund tham si ligë, po ka skuadra që janë ndoshta edhe në Conference League nuk ka forcën e atyre skuadrave. Me të vërtetë ka skuadra që paguajnë me miliona në ligën e parë, dhe ka trajnerë shumë të suksesshëm në vendet e tyre që tani punojnë në ligën e parë në Arabi. Po është një farë trendin përgjithësinë nga 18 skuadra, 18 trajnerë, vetëm një ka qenë vendas. 17 trajnerë kanë qenë të huaj. Okej. Për të kthyer te realiteti jonë dhe te futbolli jonë, nga këto 3 ligat shqiptare, le të themi këtu, a ke gjetë vetëm as mirë në Kosovë dhe kozgjatja e punës së suksesit a janë dëshmi e kësaj? Realisht po, tregon vetë rezultati. Chelsea i Shqipëri ka qenë vetëm flamurtare dhe Negnati. Edhe Negnati. Po në këto dy javë. Në dy skuadra, mashini kam qenë vetëm të Shkupi, pak më gjatë. Po nisi, po flas më shumë për kampionatin tonë, se me të vërtetë këtu e kam di veten shumë mirë, por Chelsea ka qenë që unë jam përshtat ligës dhe mentalitetit të futbollit kosovar dhe të futbollistëve kosovar. Nuk kam kërku që ata të përshtaten në idetë e mia ose në idetë taktike por në atë mentalitet si në maqeni nuk e kam kërku këtë. A çfarë shumë ka dallim po thua? Ka dallim. Në aspektin e para ka qenë në aspekti profesional dhe disiplinor. Domethënë maqenia është shumë më e rrep disiplina, taktike, përgjithshme, me presidentat, shembull maqeninë nëse kemi taku presidentat fare. Nuk kemi qenë në presion të tillë të disiplinës edhe të qasjes profesionale ndaj sportit. A mund ta bëjmë një hap dukshëm më të lartë se sa rajoni, na si Kosovë po flas. A i kemi parakushte të tjera që nëse e inkorporojmë edhe disiplinën edhe qasjen jetën profesionale në përgjithësi si futbollist, mund të shkëputemi nga ky realitet ku jemi tash? Vetëm nëse arrim secila skuadër të bëjë një kompleks servitor, ku futbollisti do vjen 2-3 orë para serviqes, do mbaron serviqen, do rrin edhe 2-3 orë pas serviqes. Regenerimi, dreka. Unë mendoj që atëherë mund të flasim për këto, ose mund ta kemi përgjigjen e saktë për këtë pyetje që parashembaron. Përndryshe deri më tani ka progres në aspektin disiplinor, në jetën ke futbollist që gatuan vetë gjithçka. Por qeni sigurt në atë që han. Po, janë numri shumë i vogël. Mirë, po kur të gatuan skuadra ose një kozhinjer, për gjithë futbollistat që atë niveli është i njëjtë. Po, trajneri konvencional me fiziot, ato e dinë se sa kalori harxhon brenda një serviqe, varet çfarë serviqe ke bo aerobi, anaerobi, ke bo pleometria, po taktika, edhe mbas asaj e jep edhe ushqimin. Atëherë jam i bindur që do të ketë disiplinë më të lartë, do të ketë nivel më të lartë të lojës dhe do ketë suksese më të mëdha.
çfarë periudhë ose mos themi një moment, po çfarë periudhë do të veçoja nga karriera jote si trajner në formim e sipër, por edhe në nivelin më të lartë ku je aktualisht. Cila është periudha ose ndonjë gjë e veçantë që do ta ndaje me ne në këtë bisedë? Është shumë interesant, po akoma pa u bë trajner. Okej. Hapat e para. Mbarova kontratën me Flamurtarin si futbollist i Vlorës 2010 edhe pata një dëmtim të rëndë. Bënëm më operacion, mendova që do kthehem prapë, isha 33 vjeç. Mirë po ai dëmtim më la shumë keq dhe nuk isha në atë nivelin e duhur. Dhe mos të futem atë, dal tek kjo. Pash që s'jam për futboll. Vendosa të marr të licencohem për trajner, po. Jemi nisë me një shokun tim, Nebi Mustafi, kemi luajtur gjatë bashkë Shqipërisë, jemi nisë në qytetin e Dojranit për të marrë licencën B. Kjo është momenti më i mirë për mua, për më kthjell. Ne kemi nisë rrugën për Dojran me idenë se ne kemi luajtur 16 vjet si profesionist. I din krejt. Gjitha i di. Dhe 3 ditë e para s'kemi dëgju fare ligjërata. Çka ka thënë profesori, çfarë ka mbajt ligjërat, selektori ka qenë në atë kohë i Maqenisë, na ka mbajt praktike, ligjërata e disa profesorë të fakultetit fizikulturës të Shkupit, po edukatës fizike, e disa ish futbollistë që kanë luajtur në për liga të forta, deri në momentin ku ka qenë ligjërat e psikologës sportive, e cila fakultetin e psikologjisë e kishte mbaruar në Amerikë, ish basketbolliste maqedonë. Ajo psikologja në drejtoi në rrugën e duhur. Më thonë, jo, si ishte puna taktike, puna fizike, ishte gjithçka punën psikologjike, koncepti i një trajneri si duhet jetë, që nuk mund të motivosh skuadrën me të njëjtat fjalë, nuk mund të motivosh të gjithë futbollistët në njëjtën mënyrë. Domthonë shumë gjëra interesante. Të mendosh për grupin para individit, a? Për zotin, pas ka qenë dyer nga 45 minuta me një pauzë shkurt, edhe erdhi dreka, nuk kështu ishim me shokun me Nevin. Pra aty në dy që tinin gjithçka tash dolet. Ne njëri tjetër i tham, a kthjellemi se s'qen kemi kërka. Edhe fal asaj psikologe, ne fillum ndëgjojmë ligjërata, fillojmë të marrim rrugën e duhur për një trajner, filluam të harrojmë se kush kemi qenë, se në futboll nuk ekziston kush je, nuk e di në futboll as e djeshme as e nesërme, sot, vetëm sot ekziston, dhe fal asaj psikologe, unë jam ky që jam sot i formuar, duke u angazhuar maksimalisht për studiu, për dhënë maksimumin, duke shku në për seminare të ndryshme dhe ndoshta edhe një moment ku fal iglitarës shkumbim Qar Mehmetit, Haris Fakish, unë kam qenë në stazh edhe në Lazio duke përcjell servicën e Stefano Piolit në atë kohë me të vërtetë një trajner shumë modest, një trajner shumë i madh dhe besoni Baramu na sot e këtë ditë akoma. Sot kur po e zgjerojmë këtë podcast e hana e ka datëlindjen. I urojmë datëlindjen, kam me të vërtetë më kalon për shqipje të madhe për modestia e tij. Vetë si vjes kurqysh. S'po jes, po unë e vlerësoj shumë, e vlerësoj si trajner. Modeli i tij, puna e tij taktike, unë sot e këtë ditë e përdori. Jo sistemin, stilin, mirë po si model, sa i pasimin ka bo ndryshe, se ka pas ndryshe sistemin e lojës, ka bo presionin ndryshe. Mirë po si model, unë sot e këtë modelin taktik, unë e përdorit ati dhe deri më sot ka dhonë rezultat, se nuk di më mirë. Ndoshta nëse mi për mundësia me shku, me pa dikon ma ndoshta edhe kishim ndryshu. Për fund, ambicet si trajner gjithmonë vinë të rritë, sidomos kur ke karrierë të suksesshme që shkon nga një nivel tjetër. Cila është ambicia e radhës për ty si trajner? Kur arritëm plasman në grupin e Conference Ligës, mendova kjo është një emocion i jashtëzakonshëm. Kjo vishta qel derën për një realisht kjo ishte. Aspirat tjetër. Thjesht jam i mësuar asnjëherë mos të jem i kënaqur me vetveten. Jam i mësuar asnjëherë mos flas për vetveten. Jam i mësuar që të kem një objektiv ose një pikë synimi shumë më të lartë që nëse arrit deri në mes të atij pikë synimit do jem i kënaqur
Për momentin, çdo vit kërkoj nga vetja një progres. Nëse e marrim me të vërtetë edhe ka ndodhur me Prishtinën rondi i tretë konferencë. Cili është hapi i radhës? Ose hapi final pastaj. Vitin e kaluar me dritën ka qenë titulli dhe Conference Liga në play-off, këtë vit erdhi faza e grupeve. Nëse unë me ekipin vazhdojmë kështu, ose po flas veç për veten, progres nga viti në vit, e para duhet që është objektiv kryesor fitimi i titullit ose mbrojtja e titullit dhe normal Liga Evropa në vitin tjetër. Por jo kulmi. Kjo do ishte një progres aspirat për te dritës. Po tash nuk thash unë se me dritën Liga Evropa. Okay. Si dihet. Thash ajo për mua do ishte një sukses. Po shpresoj të ishte me dritë. Veç aspirata ajo të mbetet të ndëlidhur me klube aktualisht. Ajo po do këtë vetja e ri për të fokusuar në kombëtare. Kombëtarja është nivel tjetër. Kombëtarja kur jemi trajnerë një skuadre, ne i prekim zemrat e një tifozërie ndoshta me një numër shumë më të vogël. Mirë, po kur je kombëtarës i prek zemrat e gjithë popullit të atij shtetit dhe është shumë e veçantë. Nuk them që s'jam gati, ose është herët, ose nuk do mirem kur me kombëtare. Mirë, po duhet jemi shumë të sinqertë se aty janë ndjenja të jashtëzakonshme. Mirë, po unë mendoj që duke marrë mësim nga seleksionuesi i tanishëm që është Franco Foda, si menaxhon, nga Silvinho, si menaxhon situatat. Unë i përcjell edhe deklaratat e tyre, i përcjell edhe lojat në aspektin si trajneris, po jo si tifoz. Po kuptoj. Ndoshta një ditë jam i bindur që një ditë do jem seleksionues dhe nuk do t'i preki në aspektin negativ ndjenjat e popullit kosovar ose të Maqedonisë së Veriut ose të Shqipërisë kanë selektor të huaj, po Maqedonia tradicionalisht ka selektor vendas. Ato janë jashtëzakonshëm, kanë shqipetë, ato kanë qenë se ta ndërprejta fjalën, kanë qenë një periudhë që s'kan menduar fare për trajner vendas. Kanë qenë serb, ka qenë kroat, sloven, ka qenë se di që ka qenë John Toshak. Po e kam pas që ndoshta ose jo e kam po. Suksesi ka ardhur me trajnera vendas. Shumë futbollist shqiptar, madje president federatës shqiptare, akoma trajner shqiptar s'ka pas. A mund të jetë ky një synim i radhës për ty për të qenë i pari shqiptar që udhëheq? A e ke menuar herë këtë formë? Po, e kam menuar edhe këtë, ndoshta edhe kam pas mundësi. Ke qenë futbollist i kombëtarës Maqedonisë? Kam qenë edhe kam marrëdhënie të mira me presidentin e tanishëm edhe të kaluarin Mohamed Hyssenin, po edhe me Masaron Meragish, ku e kam pas bashkëlojtar 4 vjet, kemi luajtur bashkë. Po nuk do thosë se kjo po që do të jetë periudhën e tij, normalisht. Mirë, po unë dua nëse bëhem seleksionues, se kam pas edhe ofertat e ndihmës të AJA, ndihmës të 21-shi ose seleksionues të katër. Nuk duhet të jem selektor mbas marrëveshjes së Ohrit. Jo, nuk e besoj që se ka pas shumë asaj mundësisë. Ajo është e patjetër me qenë ndihmësi i seleksionuesit shqiptar. Po, nuk duhet të jem unë shqiptari që mbas marrëveshjes së Ohrit dhe t'i bëj ato vetëm kvadratat. Unë kur duhet prezentohem si seleksionues, duhet prezentohem me përgjegjësi maksimale, ose të prezentohem me CV-n që e kam bërë unë si trajner. E jo si njohur i presidentit. Nuk do të ndërpre, po kjo s'ka të bëjë pastaj me marrëveshjet e Ohrit, sepse selektorët, qoftë aktual, qoftë paraprakisht të Maqedonisë, nuk është që kanë pas CV kush e di çka në krahasim me tëndën. Për atë arsye, por ne jemi shqiptar. Pyetja është ndërlidhur vetëm me pjesën sportive dhe pa menduar as pak në teori të tjera ose në influencimet e formave të tjera. Ne pa i mendu tjerat, nuk mund ta mendojmë këtë që e mendon ti. Se është një rreth shumë ndryshe në Maqedoninë e Veriut. Mirë, po ka ndryshuar shumë. Në kohën kur kam qenë unë kombëtare, asnjëherë 4 shqiptarë s'kemi qenë. 2 ose 3. Tash e kemi udhëheqjen e kombëtarës, po, e Nisbardhi. Ka ndryshuar shumë koha nga e kaluara. Mirë, po akoma nuk është thy akulli te unë se njishim me qenë shqiptar. S'po flas. Jo te AJA.
Janë disa barjera që duhet t'i thënë ose ky president Shpresojmë që do të jesh i pari. Shpresoj që do të jesh i pari. Po nëse i marrim këto rezultate me ekipet kosovare, i pari atje. Shpresoj të jemi i pari, do ishte një privilegj i madh, një përgjegjësi e madhe, cilën do kombëtare, por më e vlefshme është ai shtet ku ke lindur. Unë jam i Maqedonisë së Veriut, do ishte një krenari e madhe nëse do isha selektori i Maqedonisë së Veriut. Zoti Ramadani, shumë suksese në ndeshjen ndaj Omonias, shpresoj që do ta bëni krenar jo vetëm qytetin e Gjilanit, por tërë Kosovën, jo vetëm me rezultat, por spaku edhe me paraqitjen që do ta jap skuadra juaj. Faleminderit, është përgjegjësia jona për të prezantuar sa më mirë futbollin kosovar. Ne e dimë që nuk prezantoj veten si individ, por prezantoj futbollin kosovar, mentalitetin ose disiplinën ose kvalitetin e futbollit kosovar dhe shpresojmë që gjithmonë jo vetëm me ndeshjen e nesërme me Omonin, po edhe ndeshje tjera të kemi paraqitje sa më të mirë që ta ngrejmë, të ndihmojmë futbollit kosovar të ngritet në nivele më të larta. U kënaqem me këtë bisedë, faleminderit shumë edhe një herë. Shikues nderuar, ju faleminderit shumë për vëmendjen në këtë bisedë. Në pjesën e dytë të podcastit do të mund të ndisni një intervistë me një futbollist të famshëm që tashmë është pjesë e FIFA-s, lituanezin Danilevicius, ish futbollisti Arsenalit, Bolonias dhe skuadrave të tjera në Serie A që këto ditë ka qenë në Kosovë me mision për të ndihmuar zhvillimin e futbollit ton. Faleminderit shumë dhe do të shihemi sërish javën tjetër. Atëherë, ashtu siç edhe keni mund ta vreni në FFK Podcast vijnë disa prej emrave më të shquar të futbollit, me disa prej rrëfimeve të padëgjuara më parë në media ndërne, dhe siç ka qenë edhe në episodet e kaluara, ashtu është edhe tash, sepse në FFK Podcast këtë javë, përveç Zekria Ramadanit, kemi sjellur edhe një emër tjetër të shquar të futbollit jo vetëm në Kosovë. Në fakt jo në Kosovë, por në futbollin ndërkombëtar. Fjala është për Tomas Danilevicius, ish futbollisti i Arsenalit, ish futbollisti i Bolonias, Parmas dhe shumë klubeve të tjera në Itali, më pas edhe presidenti i Federatës së Lituanis, kurse tani vije tek ne në Kosovë si ekspert i FIFA-s për të sjellur programe dhe ekspertiza të tij, por edhe për të përfaqësuar shtëpinë e futbollit ndërkombëtar, për të ndihmuar promovimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të Federatës së Futbollit të Kosovës. Hello, it's a pleasure to have you here, Mr. Danilevicius. Thank you to having me here, and it's a pleasure all mine. It's like your fifth time, as I remember from our discussion, that you are coming in Kosovo. It's already, I think, fifth time that I'm coming to Kosovo to visit in different vests. Before I came as a president, now as a FIFA regional technical consultant. Yeah, but it's a fifth time already. It's a pleasure for us to host you all those times. And as you said before, you have been as a president of Lithuanian Association, but now in a completely new role, who is helping and also monitoring the development of our football. And what are your thoughts on the progress that Football Federation of Kosovo has done on this period, from your first time when you came as a president of Lithuanian Association to now when you're coming in completely different role? Well, first of all, I would like to say the big compliments, because now I think is the moment that the Kosovo football shines on the international career, international, let's say, level with the national team, and also with on the club level that you also participating in the conference league. So let's say that since the first time I came, and there has been a lot of improvements in terms not only infrastructure that you as a federation investing in the infrastructure, but also if you thinking about the programs for your most talented players, and FIFA is running with Kosovo the program. It names it Talent Development Scheme, which is let's say the flagship of FIFA in terms of talent development, and you are part of that program, and you're doing a great job for the girls side, and definitely as well for the boys. So that's a very important thing. Recent changes in your competition structure, especially on the youth level, when you start to do the pathway for the let's say for all the youth players playing 5 against 5, 7 against 7, 9 against 9, 11 against 11. So the pathway is there, and which is very important thing in development of the player, and definitely on the educational side that you started already last year with the UEFA A license. I know that ambition is to continue with the pro license maybe next year. So the full UEFA convention is on the way.
way, and then I think it's very important also milestone for the Kosovo Football Federation, since let's say the federation is very young, and then next year will be 10 years, and that as a member of the FIFA, that's a great already achievements that Football Federation did with the leadership of your president, Agim Ademi. So that's a good things that I can only say. Thanks a lot. That we have a lot of talented kids that's quite known, at least on this region, but we were missing maybe the proper work and structure of the work with them. And now those programs that you are mentioning are helping a lot. If we start speaking about the specific programs, which one you would specify a bit more that is having a biggest impact on development of the work with the youth generations here? Yeah, well, I already mentioned this talent development scheme program, which is global. This year we hit the record. 191 Football Federation Association is participating in this program. Kosovo participates from the very beginning, so it's from 2023 after the Congress in Kigali that was the program launch. The program is aimed to increase competitiveness on the youth level, competitiveness for the national teams, and the logo or the motto of this program is give every talent a chance. So it doesn't matter from where you are, from which background, but we need to give every talent a chance. And definitely Kosovo is giving to all the talents a chance via this program. And on this let's say this visit specifically, we are talking about FIFA Academies program, which is also part of this talent development scheme, where we are programming to launch a FIFA Academy in Kosovo. That will be a first academy in region, and I'm very proud that Kosovo will be that's an amazing news for us. The flagship or the flagman, benchmark also for the region in terms of that program. So when we can expect it, approximately? I think that next year, first quarter, that the program will. That's quite soon. That's quite soon. That's let's say the meetings we had with of course, with the president, with the technical directors, with the staff that is involved in that program. We are looking forward to launch it as soon as possible, and to launch let's say that program when we will land a FIFA coach in that program, so that in terms of the initial FIFA Academy, that will be a milestone, and we're looking that in terms of with the coach we could create really high performance environment. That's what we're looking forward, and of course it will be for boys and girls. Yeah. That's a good and very important message, and we're looking forward. Oh, this is absolutely amazing news and amazing step for us in terms of trying to develop the football and work with younger generations here. But a very, very important thing in our, let's say, attempt to develop the football here is also the coaching education. I'm fully aware that it's done through UEFA licenses, but as an ex-football player, as a FIFA expert, how do you see this process ongoing in Kosovo, taking into consideration that we started with it quite lately because we are a new member and it was impossible to start earlier? Yeah. And what you think will be the impact of much better educated coaches, and then the way that they will impact on the work with the kids, starting from the younger ages but to the senior teams in our football? Well, fantastic steps already have been done by Kosovo Football Federation in this regard. So you are already on the A course, let's say, step, and the last step is missing. That's mean the pro course, which you will achieve probably within next year or within next few years. And that's the goal is next year. The goal is next year. Yeah. But let's say that means that you will have full convention. That means you starting and you have for the coaches the pathway, which you will guarantee in all the categories, the coaches with the licenses, and that's a very important thing for the
for the players' development in every level. I mean, from the youth, from the children, from the grassroots through the senior. It's very important to have the coaches and also you taking, let's say, the steps together with some external experts, so some foreign experts that are coming, delivering the courses, which is also very important in terms of the methodology, in terms of the content of the courses. So it's really valuable education for your coaches. And without good coach, you cannot. That's why I said you cannot. It's the most Yeah, important. you cannot. You cannot educate good players. So I think it's everything together, everything what is around the player. So the coach, the infrastructure, the environment. This is important to grow the player in the certain way, and all those components. Football Federation of Kosovo are doing. Are going to that direction. We were speaking in highly about all the steps that we're doing. We as a federation, of course, with the support of FIFA and UEFA, are doing. But let's think a bit differently on this moment. What is the advice that comes from an ex-top level player, ex-president of a federation, and a FIFA expert for the steps that our federation should do? What is your advice that we should do, or maybe we can do a bit better on near future, so we can improve or develop even more comparing to what we are doing now? Well, I will say in football sometimes there is no patience, because everyone wants to win tomorrow. Especially here. Especially here. I will say. Trust me. I will say that's in the football, because it's a international problem, but here it's a bit more. It's a competitive sport, and everyone wants to win tomorrow. But we know to develop. We want to win yesterday. Yeah, exactly. But to develop the player, you need the time. You need the right programs. You need the right education around that. You need the infrastructure, and that's mean timing, and that's mean planning, and that's mean strategy. So I truly believe that the strategy is in the place, and I know that it's already in the place, and it's important that that leadership is continuous the work that they have started doing a few years ago. So that's important that the same leadership will continue and do the let's say the same things, strategical things to develop the football, which already start in terms of building new infrastructure, in terms of educating the coach, in terms of educating the players, giving them chance to play on the international arena, and also giving them chance to with the competition to play in the local one. So the Kosovo is on the right way. You need to have patience, because the strategical plan is not, let's say, or strategy is not for 1 year. It's for 10 years, And Absolutely. if you want to keep going up and keeping growing up, you need to follow those steps. So this is my, let's say, wish, and let's say I hope that it will go that way. Thanks a lot. We have spoken about the plans and about the programs that are implemented by our federation under your guidance, but let's speak a bit also about you and your amazing career, not just a football player, but also as a president of Lithuanian Association. First of all, I would like to know what was more, not harder to do, but a bit more responsible thing during your career, being a top player on the level that you have been, or leading a federation and all the programs and strategies and everything that you were speaking about? Well, but it's a bit more difficult, and where, in which position you felt a bit more responsible? Yeah, well, this is two different ways of playing football, let's say, when I'm saying I was a player, so I seeing as a front office, because you're on the pitch, because everyone is you show what you do. You said maybe in front of many eyes, and once you're on the back office, when you're on the position of the management position, then you have a chance to develop the game, but in different way. So it's I will say there's two different pathways. That's for sure. Which one is more difficult? Definitely is the back office, because then all the components that are not regarding only to you and to your capabilities and capacity of working, but also depending on stakeholders, depending on the environment, depending on the programs, and a lot of components that involved in that you could succeed. But in terms of the responsibility, you taking in on the pitch one type of the responsibility, only for yourself, not only
everyone. yourself and maybe for the team as Yeah. well. You know, I was playing in the striker position, so the responsibility is to score the goal, and is there. But other type of the responsibilities when you are sitting, let's say, on the chair with the Leading everything. leading the MA Yeah. with all the decision. That's different type of responsibility. You are perfectly suitable in FIFA now. It's not a national association, but member association. The difference between FIFA and UEFA on terms. You have done almost everything in football, but as far as I know, maybe I'm wrong, you haven't been the coach. Why you skipped this step? Well, From player to president? Well, first And of then all, FIFA expert. First of all, I have a coaching license. Okay. So, but in my pathway as a let's say as a person, once I stepped out of the pitch, and for me it was too hard to come back. Okay. in different vests. Yeah. That's what I meant. And I thinking that maybe coaching will be something in the future when I'm more mature and more calm in my decisions. Okay. And more Okay. have more patience. And I thought maybe that it could be maybe my retirement. How you say Okay. plan? Older maybe years. when you Yeah. when you are like 70 years old, and you can start to show the kids what is how to play okay. football. In boyhood club. In the local club maybe somewhere. Yeah. Speaking in the end, I know that you have there are a lot of topics that I would like to discuss with you, but we understand you have a lot of other things to do as well. So in the end, let's speak a bit and shortly about your career as a football player. You played in the prime time of Serie A and also in Arsenal. And in that time maybe Premier League was big, but not on where it stands now. What was more pleasure playing? I mean, not in the best and most biggest clubs in Italy, but in Bologna, Parma, were very well respected clubs in Italy, or playing in Arsenal, and also in a very strong and competitive league as Premier League. What was the main thing for you? Yeah, well, when I was in Arsenal during the period of Arsene Wenger, in that time we're talking about 2000, so at that time that Arsenal was maybe one of the best teams in the world. 10 teams, top clubs in the world. And when you see the players that was, I shared the dressing room like Thierry Henry, Patrick Vieira, Tony Why you started Adams. from Thierry Henry and not from Dennis Bergkamp? Well, I will come because he's the highest level. he's the king. I mean, he's the class of the football. So, but I will not say who is better or less. No. There are so many. I understand different characteristics. Different players, and they are all top players and world champions, Champions League winners, and etc. etc. So but for you, that remains the highlight of the career? Well, that in that period, I was 20 years old, so I was a bit young to compete with those guys. And probably the best of, let's say, my prime football, that was in Italy for sure. I spent there for 10 years in the Italian competitions, and at that time Serie A was really on the shell, on the top shell, on the worldwide football, and I enjoyed so much. I enjoyed as well so much speaking with you and talking about football with you. Thank you, and thanks for everything that you are doing to help our federation and development of our football in general. Thank you very much for having me here, and definitely it's not the last time. Yeah, let's hope we will speak again and we will have the chance to meet you again. Thank you. Faleminderit shumë që ndoqët bisedën me zotin Daniel Levicius. Shpresoj që të keni pëlqyer edhe episodin e 4 të podcastit të Federatës së Futbollit të Kosovës. Ne do të takohemi sërish javën e ardhshme. Mirëmbëjtje.